Përshëndetje. Paraqisht doja dija në lidhje me situatën e protestave, vijon që të mbetet situata e tensionuar, çfarë mund të themi në lidhje me to? Duket që është pak e hiperbolizuar nga dy krahët, ishte diçka normale, janë ndaluar 100 emigrantë pa ligjshëm, të cilët do deportoheshin. Protestat kanë filluar dhe kanë nxit sa tani nuk dihet, mund t'i kenë nga republikanët, mund t'i kenë nga e majta. Nuk dërgon Trump trupa. Garda kombëtare është e Kalifornisë. Janë njerëz që kanë punë, janë si rezervistë diku në Shqipëri, që ka të drejtë ligjërisht t'i thras vetëm guvernatori. Por me një urdhër ekzekutive ai ka bërë federalizmin, që ai ka të drejtë. Menjëherë guvernatori do ta hedhë në gjyq. Trump duket që është tërësisht nën kontrollin e projektit 2025. Ky është rasti i fundit. Ai ka kohë edhe në mandatën e parë që ka synuar të nxjerrë trupat ushtarake. Kjo nuk ngjet. Ka ndodhur diku në Los Angeles. Them se politikisht kjo e dëmton. Fuqizohet tek MAGA, se tregon forcë, por nuk kishte pse të nxiste këtë lloj imazhi. Natyrisht ata kanë probleme me Newsom, i cili mund të jetë kandidat për president mbas 4 vitesh, dhe Trump ka treguar edhe një herë urrëtie ndaj tij, por edhe pse ka dashur të pasqyroj forcë, e kanë tradhtuar këpucët e tij që i ka 4 numër më të mëdhenj se këmba, ka qenë duke rënë në shkallët e avionit dhe pritet që problemi të shkojë në gjykatë. Nuk ka pse të ndërhynte me 2000 forcat të gardës kombëtare. Nuk është në këtë grad. Demokratët janë përballë diçkaje. Në qoftë se do të organizojnë protesta masive paqësore, janë fitues ndaj Trump. Në qoftë se do të kemi djegje meksikan, siç kemi parë, ata janë humbës. E kuptova. A ka gjasa, ekziston një mundësi sa do e vogël që Donald Trump të tërhiqet nga planet e tij për sa i përket emigrantëve të palishëm? Jo. Ka nisur edhe nga element të protestës, ë? Jo. I vetmi suksesi i Trumpit në këto 104 muaj është kufiri dhe emigracioni. Në ekonomia është mirë, por siç thonë analistët, është e trashëguar nga administrata tjetër. Ende nuk po duken efektet sepse s'po kalon dot ligjin e buxhetit. Ai me këtë tregon, janë disa shtete ku hyn Kalifornia dhe qytete të majta që kthejnë sanctuary për emigrantët, t'u japin pa drejt Medicaid, siguracion mjekësor, futen në përshkolla, paguhen kesh këtu. Ai kërkon ta ndalojë. Problemi është që Amerika është vend emigrantësh. Ky vend pa emigrantët nuk funksionon. Dhe vetë kancelari gjerman me zgjuarsi tregoi Trump që ti vjen nga një emigrant gjerman i cili 16 vjeç u detyrua të ikte nga Gjermania, dhe këtu thuhet që edhe nëna e Trump ka ardhur përmes këtyre rrugëve si e paligjshme, ka qenë pastruese në fillim, ka punuar me nder dhe ka ecur. Trump ka drejt. Kufiri u hap në mënyrë të çuditshme me Biden. E ka vulosur kufirin. Synon të deportoj 1 milion vet. Fillimisht ka filluar me ata me të dhëna kriminale, nuk ka asgjë të keqe, dhe qofse ata ndërhyjnë ndaj policisë të emigracionit, siç thuhet ka ndërhyr, ai ka drejt që të tregojë dhe dhunë, por tek ligji që ka firmosur për gardën kombëtare nuk i jepet a kanë të drejtë të arrestojnë, a kanë të drejtë të hapin zjarr, se deri tani kanë të drejtë të mbrojnë vetëm policinë e emigracionit, të cilët patën dhunë nga protestues latin për të ndaluar ata 100 vet për deportim. Por kjo nuk është vetëm ky rast që Trump kërkon të dregojë forcën ushtarake. Dje kanë qenë sa pamje trenat me tanke që vinin në Washington. Do të organizohet për herë të parë një paradë ushtarake e tillë, ka pasur diku Reagan, por jo me tanket të këtij niveli. Thuhet për 250 vjetorin të ushtrisë Army. Në fakt është datëlindja e zotit Trump në 14 qershor. Dhe argjohen rreth $70 milion, madje rrugët e Washingtonit, qytetit tim dashur, do të dëmtohen si dikur kur tanket dilnin në Tiranë. Pse Trump kërkon të tregojë këtë forcë ushtarake? Tregon që është ndryshe, është republikan i fuqishëm dhe është ajo që them. Projekti 2025 i Heritage Foundation i ka me detaje këto për treguar forcë që askush nuk ndalonte politika ime për emigracionin. Trump nuk të riqet. E kuptova. Zoti Papa, ka tërhequr shumë vëmendjen. Konflikti tashmë i përcjell edhe në rrjetet sociale i Musk dhe Trump. Në gjykimin tënd, kush është sensi? Pra, kush është thelbi i këtij konflikti? Për çfarë po grinden ata tani?
janë dy egoist. Dy egot mëdha do të përplaseshin. Por për mendimin tim, këta dy njerëz e duan Amerikën dhe do të rriqen. Musk ka drejt, por dhe Trump ka drejt. Trump tregohet jo mirënjohës, sepse me 290 milion dollar, Musk e bëri fitues. Tani Musk kërkon të bëjë shkurtime me Doge. Shkoi 190 miliard dollar. Në një intervistë tha që ata duan të më vrasin për shkurtimet që po bëj. U shkund shumë establishmenti, edhe vetë republikanët nuk e donin këtë. Ndaj do të gjejë një pretekst për ta hequr Musk. Mbaroi afati 130 ditë si punonjës special. Për mendimin tim, helmin e hodhi sekretari gay i Sorosit, i thesarit Besant. Kanë pasur dhe përplasje fizike, sharje ofenduese, dhe Trump tha këtu nuk mban më. Menjëherë Musk, i cili është një betejë titanës në Koloseun modern, ka 400 miliard dollar, i tha për dosjen e Epstein, të gjithë e dinë që Trump ka pas miqësi me Epstein, po të kishte dosje, do ta kishte nxjerr Biden. Zoti Papa, për këtë doja do të pyesja. The, dy ego të dy njerëzve shumë të fuqishëm, patjetër kjo dihet edhe nuk vendoset në dyshim, por ama do të vënë të parën në Amerikën. Si mund ta vendosin të parën në Amerikën kur do të rriqen? Për cilëve akuzon tjetrin dhe i thot, ti ke qenë pjesë e aferave seksuale të Epstein. Po, nuk është të mbrosh Amerikën. Kjo është përmbysësh presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe pastaj Trumpin e kanë sharm keq Rubio, po kur u gjinjëzohesh Trump pranon. Musk është autist. Musk ai mund ta hedhë në gjyq dhe mund t'i marrë miliarda dollar Trump me këtë. Se nuk ka prova. Po të kishte prova, i kishte nxjerr Blinken për 4 vjet që drejtonte Amerikën. Që ai ka pas miqësitë, ka pas, që dihet çfarë natyre narcisiste, womanized, dihet. Por ti zotëri more fëmin tënd dhe futen në helikopter me Trump, duke ditur që ky pas ka qenë pedofil. Ka diçka që nuk shkon. Problemi mund të jetë dhe ky. Trump ka qenë i smajtës. Miliarda dollari ka bërë nga subvencionet e qeverive të majta. Trump, dashnori naftës, heq subvencionet e Teslës për baterit, subvencionet shtetërore. Ka një konflikt. Gjithashtu, ajo që them unë, helmi Sorosit, nuk ka hikur Sorosi këtu. Kontrollon shumë segmente. Nuk e donin Muskun. Musk nxori skem piramidale sigurime shoqërore. 120 vjeçar ishin me miliona njerëz që merrnin pensione. Shkatroi USAID-in. Ishte Musk që nxori synetliqet në Somali, Gate në Serbi, miliarda dollar. Por establishmenti, ajo kërneta që Trump thonë dua ta thaj, nuk është aq e thjeshtë. Ai në familje ka Sorosin, Kushnerin. Janë shumë të majtë që ndikojnë te zoti Trump pa e kuptuar. Dhe tjetra kishte kohë që thuaj që Musk është presidenti. Në qoftë se ka njëri që e ka dhënuar Trump në zyrën ovale, është Elon Musk. Vishej me tuta, me kapele, duke mos respektuar protokollin. E detyroi të kishte një zyrë në West Wing. Kishte 2 zyra. Nuk pyeste askënd dhe një fjalë e tij shkatronte. Ka qenë arrogant ndaj Rubios. Vetë Trump e kishte fajin. Pse e merrte mbledhjet e kabinetit? Që këta do të përplaseshin e dinin të gjithë. Por ajo që them, përplasen dy, Amerika e ka tek gjaku i saj përplasin, betejën. Nuk është rasti i parë. Ka filluar me Sam Adams, me Andrew Jackson, me generalin Pater, Kasten, pra e ka Fraser, Ali, dhe amerikanët vënë dhe bast. Unë do të veja bast që Trump fiton, nuk mund të fitoj Musk në Trump. Trump është njeriu më i pushtetshëm në botë. Musku mund të jetë më i pasuri, por është në papers, në letra. Ndaj them ai do të rriqet. Ideja që mund të krijojë një parti të tretë. Po. Për këtë doja do të pyesja, tutëm shkurtimisht për këtë pjesë. A ka gjaza që të jetë Elon Musk presidenti i ardhshëm i SBA-ve? Jo, se është afrikan, do të jesh amerikan. Jo, nuk ka shans. Por që ai, jo, do të jesh lindur në Amerikë. Por që të rrëzoj kandidatët republikan në Kongres dhe në Senat, ai e bën, nëse ai mund mos ketë të dhëna me dosjen e Epstein, por ka të dhëna se çfarë ka bërë super paku i tij, 290 milion dollar, që thuhet kanë shkelur ligjet federale. Zoti Baba, në emisionin tuaj të fundit, Focus, keni folur për një vizitë të mundshme të kryeministrit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Është e sigurt. Cili është informacioni që dispononi? Për çfarë do të vi, kë do të takojë edhe tjera si këto? Rama vjen në 12 qershor dhe ikë në 17 qershor. Në 14 qershor martohet Alex Soros. Është sigurt tashmë. Po, më burimet e mia e kam sigurta që vjen.
nëse smuret nuk ja uroj. Në 14 qershor ka një paradë në Washington dhe unë thoja mund të jetë atje. Tani, mbas informacioneve, martohet edhe Alex Soros në 14 qershor në Hamptons, jo larg New York, personi që ka qenë martuar me burr një herë, tani martohet me grua, dhe me sa di fuga nuk është vizitë private. Me kontaktet e mia në departament nuk shkon. Mund të takoj Kushnerin, mund të takoj. E shpëton kjo, nuk e di. Unë dua që kur një kryeministër i vendit tim, vendit tam, vjen në Amerikë, të jetë serioz dhe të mbrojë interesat e Shqipërisë. Presidenti Trump shkoi dhe ju përul arabëve, që janë vende diktatoriale, autokrate, por mori 10 trilion premtime për investime. Rama me oligarkët e tij blejnë hotele, ndërtojnë këtu, pra i heqin milionat e Shqipërisë, nuk bëjnë të kundërtën që miliona nga Amerika të shkojnë atje. Rama vjen në një kohë që departamenti është i akullt ndaj tij. Ai mund të thotë që unë jam kryeministër dhe nuk shkoj në departament, por unë i kujtoj si sa herë që vinte Nano, sa herë që vinte Berisha, edhe në OKB takoheshin me sekretarin e shtetit. Ka qenë Recep Mejdani president, e ka ulur hundën, ka bërë një takim në departament me numrin 4, under secretary për lidhje politike. Trump, unë do doja që Rama të ishte serioz, takonte administratën amerikane, të tregonte pozicionin shqiptar dhe të mësonte ku qëndron kjo administratë me ne. Nuk ka ndodhur kur që tallet ambasada pa ambasador me ato 2 mesazhe. Urojmë popullin shqiptar sikur jemi Nigeria. Në fakt, kur në Poloni, në Rumani, u ruan fituesin. Edhe tjetra, pasazhi që u ripostua nga ambasada, nga një diplomat rishtas i ardhur, janë 2 mesazhe për të. Dhe në qoftë se shkon tek dasma e Sorosit, unë nuk e kuptoj tani, një kryeministër do të bëj punën si kryeministër. Inaf me vizita private. Do të pyesja edhe unë, çfarë do të shkaktonte kjo vizitë? Shkon tek dasma e Soros dhe nuk takon askën nga administrata Trump. Këta janë spekulime, nuk mund të ashtu, le të presim, unë do ta ndjek. Nga informacionet i kam, e di që vjen 12, ikën 17. Në Mar-a-Lago nuk shkon. Mar-a-Lago nuk shkon se doni është këtu. Tani varet kë quan e zyrtarët, atë të Secret Service që do ta shishërojnë, zyrtarë amerikanë janë dhe ata. Por në departament s'ka takim. Megjithatë ai mund të takoj Kushnerin, kryeministri, unë kam qenë diplomat. Mjafton të marrësh të bësh një telefonat në departament dhe thuash kryeministri im është këtu, dikush duhet ta pres. Dikush nuk ka rëndësi se kush. Por ai në këto dekada që po sundon, vetëm një herë ishte me Blinken në State Department dhe ai e di se me zije siguroja të ftesë dhe pritja ishte në nivel më të ulët se me Ditmir Bushatin. I kam videot dhe mund t'ja u dërgoj. Tani, teori konspiracioni ka plot, po flitet për refugjat, palestinez, Rama mund bëjt çdo gjë për një foto në Shtëpinë e Bardhë. Nuk ka pse nxiton, sepse foton mund ta bëjt tek samiti i NATO-s që është në Hag, në 24 qershor. E favorizon një gjë që është kryeministri një vendit me A dhe mund ulet afër me Donin, me Trump. Por në këto çaste që Amerika ka probleme dhe probleme shumë të mëdha, nuk besoj se do ta blej as heshtjen as aksesin. Donald Trump nuk po pyet për Musk që i dhanë $290 milion e do të pyes për si vllaun e Vučićit dhe të Kushnerit? I don't think so. Megjithatë, e them edhe një herë, jemi para një prove. Nëse shqiptar amerikan duam që kryeministri i vendit ton të vi serioz të nderoj vendin. Mbetet për të parë, 12 deri në 17 qershor do të vi vetëm thjesht për një dasëm apo do të takojë edhe dikë tjetër. Duhet të thënë vetëm disa ditë më parë ka pasur takime zyrtare me kreun e Shitsh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo? Kreu i Shitsh nuk ka kohë që kontrollohet nga amerikanët, nuk janë futur në zgjedhjet. Fakti që bën publike fotot tregojnë një mesazh. Vjen mbas takimit të zyrtarit lart Departamentit të Drejtësisë, është problemi karteleve të drogave, takimi me ministrin e Brendshëm nga e ngarkuara me punë, amerikanët ndjejnë shqetësimin e sigurisë kombëtare nga qeveria shqiptare. Nuk është rastësi që disa media të djatha e kanë cilësuar si narkoshtet. Është e turpshme për mua, për ne që jetojmë këtu, por dihet që krimi është ngërthyer keq në politikën shqiptare. Nuk është gjë e re. A duhet spastruar? Pa diskutim. Me hapjen e kutive në 4 zona,
duket sikur sistemi i zgjedhjeve Ramës po i fashitet, po i plurizohet, sepse kutit do të tregojnë që ka probleme, nuk mund të dalin kandidat që si njeh askush nga 20.000-30.000 vota, ose ministri brendshëm me 22.000 vota, që nuk është në një figurë e madhe partijake e socialistëve. E njëjta gjë nga krau tjetër. Unë nuk e di këta komisioner që këtë radhë kishin kanosjen e burgut të kenë bërë këto transferta ose vjedhje të zgjedhjeve. Por ndaj zgjedhjeve presim raportet. Deri tani, siç ju kam thënë, departamenti është në dieni për pa rregullsi dhe siç më ka thënë, shqiptarët duhet kishin votuar të lirë, duhet, dhe të pa intimiduar. Natyrisht që zgjedhjet në Shqipëri nuk kanë standardet si në Francë, Gjermani, gjithmonë thonë një hap para, dy hap mrapa, po kemi sistemin më të keq. Shqiptarët nuk përfaqësohen. Ajo tjetra që mua më duket nonse nuk ka 1.4 milion votues në Shqipëri. Këto janë pralla. Pra shtojnë votat në mënyrë Është në tjetër kjo në fakt. Jo, po kjo nga këto rritin gjitha. Rinumërimi, po qartë, patjetër. Për momentin është vendosur që Tirana dhe Fieri të rinumërohet me gjasa, sipas informacioneve të pakonfirmuara, do të jetë edhe Elbasani dhe Durrësi, pra deri tek certifikimi i rezultateve zyrtare do të presim edhe pak. Dhe nga aty pastaj do të shikojmë edhe reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Baba, të përshëndes edhe të falenderoj shumë. Deri tani popullin nga nuruar, s'besoj të urojnë Ramën. Mirupafsh. Përshëndetje. Është Rama popull. Kudo në Shqipëri.